afternoon. On behalf of President Duka and the Albanian Football Association, it is my great pleasure to welcome you to Tirana. Përfunduam workshopin rajonal të licencimit. Ishte një event me vërtet për të vlerësuar. Falenderojmë UEFA-n për besimin e dhënë në organizimin e këtij eventi. Në të morën pjesë 19 federata nga vendet të ndryshme të Europës. Patëm mundësi të shkëmbenim mendime dhe ide për zhvillimet më të fundit lidhur me procesin e licencimit të klubeve dhe vendimet më të fundit të trupave vendimarrëse të UEFA-s, por edhe të gjykatave ndërkombëtare lidhur me këtë çështje. Aspekti interesant i këtyre eventeve është gjithmonë mundësia për të shkëmbyer ide dhe për të shkëmbyer mendime midis federatave. Këto evente janë interesante edhe për federatat vizituese, të cilat disa prej tyre vijnë për herë të parë në Shqipëri dhe patëm mundësi të njihem realitetin e zhvillimit të futbollit shqiptar, si duke parë stadiumin e Albania, si duke parë ambientet e shtëpisë futbollit. Patëm mundësi të shpërfaqim gjithë zhvillimet e fundit dhe të dhënat e fundit të federatës tonë për sa i përket licencimit të klubeve. Ky workshop vjen dhe në një moment mjaft aktual. Ne jemi në mes të procesit të licencimit, kështu që shpresojmë që do të na ndihmojë për të pasur një proces sa më të shëndetshëm, sa më të mirë, sa më të suksesshëm dhe e dëshirojmë që ky proces të mos jetë thjesht një formalitet për klubet tona, por të kthehet në një ultrafyes solid për zhvillimin e tyre.